Shikojmë ende protestuesit po vazhdojnë marshimin e tyre në autostradën Tiranë-Durrës, që të çon drejt aeroportit të Rinasit. Është bllokuar njëri kraj i autostradës, krau që të çon drejt aeroportit ndërkombëtar. Protestuesit po vazhdojnë marshimin, kanë ndezur dritat e telefonave të tyre pasi rruga është e pandriçuar dhe natyrisht ka vështirësi për të dalluar mirë se si do të vazhdoj ky marshim. Duket qartë që ka vështirësi që dhe protestuesit ta kenë të qartë shikimin apo të kenë një shikim të qartë të rrugës. Duket që protestuesit po vazhdojnë marshimin dhe po mbështeten natyrisht edhe nga shoferët e makinave. Shikojmë në anën tjetër të autostradës që qarkullimi vazhdon me shumë ngadalësim pasi kuptohet që rruga është e bllokuar për shkak të kalimit protestës. Duket që protestuesit po arrin ndoshta dhe pikën e tyre të lodhjes, kanë përshkuar rreth 13 kilometra sot në rrugët e Tiranës dhe në rrugën që po vazhdojnë akoma të përshkrojnë autostradën Tiranë-Durrës.